Kush është Vitore Tusha, gjyqtarja që la në burg Fatos Nanon? Vitore Tusha mban gradën doktore shkencash. Ajo është antare gjykatës kushtetuese që prej vitit 2008 dhe gjithashtu antare Këshillit të Emërimeve në Drejtësi. Lindur më 26 nëntor 1960 në Tiranë, ajo u diplomua në vitin 1983 në Fakultetin e Shkenca Politike Juridike Dega Drejtësi. Nga vitin 1983 deri në vitin 1990 ka ushtruar detyrën si përmbaruese gjyqësore në gjykatën e Rethit Tiranë dhe më pas deri në vitin 1992 ushtroi profesionin e avokatit. Në periudhën 1992-94 ka ushtruar detyrën e gjyqtares në gjykatën e Rethit Tiranë dhe në vitet 94-2001 atë të gjyqtares në gjykatën e Kasacionit. Në vitet 1999-2001 ka qenë kryetare kolegjit civil të kësaj gjykate. Në vitin 1997 merr gradën shkencore doktor i shkencave juridike dhe në vitin 2004 zgjidhet nën kryetare dhomës kombëtare të avokatisë. Dhe nga viti 1986 e në vazhdim ushtron mësimdhënien si lektore e së drejtës civile dhe procedurës civile pranë Fakultetit të Drejtësisë dhe Shkollës së Magjistraturës. Është bashkëpunëtore në hartimin e tekstit procedura civile. Ka marrë pjesë me cilësinë e ekspertes ligjore në hartimin e disa projekt ligjeve. Në mars të 2008 është emëruar antare gjykatës kushtetuese. Tusha është mes gjyqtarëve që kanë shpallur si jo kushtetuese çështje me ndeshmëri të lartë politike, sikurse marrëveshja e detit apo ligji i ilustracionit, ndërsa u rreshtua mes gjyqtarëve kushtetues që i thanë jo ligjit të vettingut. Por çështja më e bujshme e shqyrtuar prej saj është regjistruar gjatë kohës që mbante detyrën e gjyqtares së Kasacionit nga viti 1994 deri në 2001. Në nëntor të vitit 1995, Tusha rrëzoi kërkesën e ish-kryeministit Fatos Nano, i cili kërkoi lirim të parakohshëm nga burgu pasi ishte dënuar me 12 vjet heqje lirie. Megjithatë, Nano e la burgun para kohe pasi ndryshimet e atërshme në kodin penal i cilësuan veprën për të cilën ai ishte fajtor, duke ulur dhe parashikimin e dënimit.